Gugu, përshëndetje njerë, si kalon? Je mirë? Filluam ne. Faleminderit, Sara, ishte kënaqësi që jam sonte këtu me ty. Edhe për mua ishte kënaqësi shumë e madhe. Unë me thënë të drejtën nuk isha dëgjuar për ekzistencën tënde deri në momentin që mora vesh për ekzistencën tënde. Nga një mesazh që merrte dhe nga dëshira që ti isha te programimi, kishe ndjekur programet e mia apo jo? Patjetër. Shumë mirë. Edhe cila ishte arsyeja që ti mendove që kjo goca më pëlqen dhe dua të jem te emisioni kësaj? Apo fakti që paraqitesh është e rëndësishëm për ty? Atë për sa i përket intervistës tënde, domethënë më pëlqeu shumë nëpërmjet domethënë një kolegu tim, një shoku tim. Më pëlqeu shumë emisioni dhe thash sa e bukur kjo goca, dhe sa emisione të bukura. E bukur kjo goca s'është, e bukur je ti? Sa e bukur je. Po inshallah kemi emisione të bukur të paktën. Sa e mirë kjo goca, thash pse patjetër do shkoja në emisionin e asaj dhe vendosa të fitu këtë. Shumë mirë, dhe faleminderit shumë. Kështu që faleminderit do ta them unë, jo ta thuash ti. Gugu, je në qendër të gjitha gazetave, kur mësova për ty hyra dhe pash në internet përveç emisionit të Çani që as atë nuk e kisha parë. Që t'jem e sinqert, që çfarë nuk shkruaj dhe ishe në qendër të vëmendjes së të gjitha gazetave dhe faqeve dhe portaleve online. Titujt ishin bombastik të gjithë. Njëri që je biseksuale. Edhe unë bombastike. Ti je bombastike, shiko, shumë bombastike. Do ta tregojmë se sa bombastike është përveç fotove të gjitha atyre që e njohin. Në qoftë se ti do më bësh nderin mua që ta heqësh këtë xhaketë. Ua, zero patjetër. Ashtu, do ta heqësh këtë xhaketën, që njerëzit të kuptojnë që ato fotot që shohin atje nuk janë me Photoshop fare. Me Photoshop, jo me Photoshop, po të bërë. Gugu ka vetëm gjoksin të cilin e thot shumë natyrshëm dhe shumë pa problem që e ka bërë. Po çfarë numri i kishe cica ti? Prit një sekondë. Shiko, njerëzit vdesin që kur kanë bërë intervistën me Kallashin që unë i prek cicat. Dëgjoj, Kallashi nuk i kishte cicat e bëra. I kishte të vërteta. Kishte të vërteta? Po, këto ndjehen që janë cicat të bëra, por se ti e pranon vetë këtë gjë, sepse s'kisha prekur ndonjëherë cicat të bëra. Kjo është e parë që unë prek cicat të bëra. Sa e kishe numrin përpara se ti bëje? Kisha, domethënë jo shumë ndryshime, kisha një numër më të vogël. A mos gënje tani? Se një. Dëgjoj. Jo, po sepse e shikoj që janë të zeshme kështu kur i kap. Se thonë që una cicat e bëra, sikur s'ka leze. Janë shumë natyrale. Janë shumë natyrale, po. Mirë, ti gëzosh një herë. Sa kanë kushtuar me gocë? Se di zero. Dëgjoj, kurse këto shalet, unë jam e sigurt që ti këto shalet nuk ka mundësi që ti bësh dot. Jo, normalisht jo. I ke të tuat. Po. I ke të tuat dhe shumë mirë. Je gjatë sa e gjatë je? 1,69-70. 1,70, 1,70 po themi. Mirë. Shumë mirë. Largoje pak të flokun këtë im, thot kameramanit të thotë filmoj një mirë. Ha, bravo, shumë mirë. Tani Gugu, unë dua dal tek titujt bombastik, tek fotoja jote që është në gjitha faqet e internetit me ish të dashurën tënde që ke pasur. Unë kam dëshirë që ne këtë bisedë për atë ta bëjmë pa u ndjerë keq, sepse ajo nuk jeton më. Për këtë arsye ti e ke thënë që dhe emri Gugu për këtë arsye është? Po Gugu nga Lesha. Apo jo? Pa. Për sa i përket... Falë që thaj? Gugu nga Lesha. Gugu nga Lesha. Kaloj një klient i lokalit, ta Gugu nga Lesha. Po pse jo? Po shumë mirë, Gugu nga Lesha. Gugu nga Kakariqi që është një fshat i Leshës, apo jo? Shumë mirë. Fshat i Leshës. Gëzuar një herë. Faleminderit. Se na ka bërë ky lokali, kemi ardhur te vila dhe na ka bërë ca koktejle bombastike. Të pëlqeu i mirë është? Pa, mirë. Shumë mirë. Si është historia? Ka qenë historia edhe para jo? Po. Për sa i përket kësaj, domethënë historia tani jam 24, kam domethënë 21 vjeç që ka ndodhur kjo historia, kur domethënë Ersida nuk jeton më. Ersida e kishte emrin. Ersida. Po çfarë ka ndodhur asaj që nuk jeton më? Nuk jeton më. Aksident. Aksident, okay. Gjë e kaluar. Po jo, në rregull duhet që sa kohë ka që ka ndodhur kjo gjë? Mirë. 4 vite dhe sidomos kur të mungon një njeri aq më tepër dhe më shumë shtohet dëshira për këtë emrin që ti e ke Merita Haxhia, po që Merita Haxhia. Haxhia, jam e saktë. Po. Por që ajo të thriste Gugu dhe ka ngelur Gugu dhe ke premtuar që do ta ngresh emrin Gugu shumë në piedestal. Çfarë ke ti djali me Unë jam nga Lesha. Me Gugu nga Lesha, jo dhe ti nga Lesha, okay. Nga Lesha. Shumë mirë. Të jeni krenar për gocat të tilla që keni, trajtojeni mirë, mos e trajtoni keq. Kjo gabim ka, se shumë e bukur e shumë vjull, unë
njohë që Qa gabimi ka, ha? Që shkon të Rençani. Aty, ej, Ja me erë të kja zemra ime. është njëra, i marrën metall me të. Leri tash mos përmend emra se kemi punë. Kjo do shkon te Çani. Së mos ma dzerë këtë që Dëgjoj. Mirë, ai sa mos shkoj Çanit, vish komisionit Ilfa se Çani tallët. Ai bëri kompliment mua në këtë rast. Kishte që me ty, ti ka që gotë shumë. Kinge, je, kështu që rregull jemi. Mirë, bëri shumë përshtypje se neve jemi këtu tek vila në një lokal që është në zemër të bllokut. Edhe nuk e kisha shumë idenë e vendeve në Tiranë. Ja. Ku ke jetuar më shumë? Kam jetuar në Oslo, Norvegji. A jeton më shumë jashtë se sa këtu? Po, më shumë jashtë se sa këtu. Do të thënë jam marrë edhe me koncerte, evente të ndryshme. Kam vajtur moshën në 17-18 vjeçë. Jam marrë me koncerte, evente të ndryshme. Do të thënë vikend, fundjavë. Aty, do të thënë, jam lidhur me... Tani ke ikur dhe ke ardhur apo ke qenë gjithmonë? Jo, kam 4 vite, do të thënë që nuk jam kthyer në Shqipëri. Tani kam këtë vit, do të thënë që vi këtu shumë shpesh. Nuk është se jetoj këtu, do të thënë e kam bazën këtu, po vi shumë shpesh në Shqipëri. Jo, mirë, di pse lexova një intervistë të motrës tënde që thoshte që ti ke jetuar me prindrit dhe në fakt nuk ke jetuar andej, po jeton këtu. Jetoj, do të thënë shtëpia kam këtu, po vi shkoj. Shtëpi nuk ke jashtë shtetit. Jo, s'kam jashtë. Ti ke bërë 3 këngë me videoklip. Po. Njëra titullohet Britanise. Si? Kuku? Po, kesh. Po, kesh. Shumë kilometra dhe i Unë fundit... kam parë kesh dhe shumë kilometra. I fundit kush është? është bërë ke Max Production. Po e pash në qik datë të Po fundit. mjetë siklet. Po mjetë siklet, po. Mirë, ishin këngë me ca tekste kështu. Po. Dhe me thënë të leta, Po, i të konsideroj leta. unë. Pse zgjedh të bësh këshilloj këngësh ti? Këto do publiku apo këto të pëlqejnë ty? Më pëlqen. Nuk e di, këto ndjem shumë vetvetja. Kam pasur dhe kam parë që kemë më thënë pësë s'punoj këngë ndryshe, dukesh më seksi, të nxjerrësh pa... Të dukesh më seksi se ka? Po, më seksi. Po ku do shkosh më seksi, të zhvishesh fare? Dhe vetëm të zhvishesh fare, një gogo. Kënga tjetë më ndryshe, dhe stili, dhe më thënë një të rive. Po prapë, me që vetën shumë ke këngët balkanike. Jam, edhe ndoshta mund të futem, ndoshta edhe mund të bëj këngë, ndoshta kam mendim të bëj këngë, po prapë që vetën ke balkanike shumë. Ç'të bën këngët? Këngën e kam bërë, këtë fundit e kam bërë të kompozitori i madh, Gramos Kozeli. Pa. Këngë të tjera e kam bërë në Maqedoni, Kosovë. Ata s'kanë qenë kompozitorë të mëzejnë si Gramos Kozeli ata, që thua kompozitori madh për Kozelin dhe për ata jo. Për mua është kënga këtë nda që së seks. Mendoj që kënga e ti da më shumë sukses. Ti jeton për këngën apo për suksesin? Më shumë. Të vërtetën të thua që. Vërtetën, do të them vërtetën. Përsa i për këtë këngës, normalisht që kënga, do më thënë po nuk që kënga e mirë, këshu nuk s'mu të bish asë në sy, po edhe suksesi, nuk kam se tem jo. Kënga për suksesin, thua e të vërtetën. Suksesi. Suksesi. Që unë mendoj që po mos të doje kaq shumë suksesin, nuk do i bëje kaq shumë hizmet pamjes tënde të jashtme. Të gjithë atyre... Se për hizmet të pamjes jam e mirë, çfarë të bëj? Jo vetë, po. Po mos e thuaj kështu se unë t'jem jo e mirë fare, kështu Po se t'je si shpirt. Ku e kam shpirtin ama? Po se më bukur je live. Ke barku mbas barrës? Jo, më bukur je live. Jam e bukur live, po shumë e gjë. Jam edhe nga televizori, si që shumë e mirë, ja. Mirë, rafsh. Dëgjoj. Megjithatë ti je nxjerrë në pavetën tënde. Kishte shumë shkrime në këto portalet online, sidomos për atë historinë që ke me Jessicën, që jo ka pas të dashur ajo, jo e ke ti tani, jo këto historitë kështu, që këta ju të dyja luftonin me foto për të treguar pamjen. Sa është e rëndësishme pamja në fakt për një mashkull? Se unë s'di gjë ika tash, u martova, u bëra me kalamo, pamja për një mashkull, atër fotot i kam, nuk është se i kam fotot këshu, Photoshop, fotot i kam përditsh, ma thjesht më pëlqen këshu, kam i gjësë jam shumë e sinqert, më pëlqen dukja. Pëlqen dukja? Pa, më pëlqen dukja. Shumë mirë. Tani, të pyeta edhe një herë që parë. Kënga apo suksesi është më e rëndësishme? A e përdor ti këngën për sukses? Të dyja bashk. Përdor këngën për sukses dhe suksesin për këngë? Këtë po thua? Pa. Mirë. Kush është muzika që dëgjon më shumë kur jep makinës? Kur jep makinës muzika ka shumë. Apo vetëm këngët e tua dëgjon? Jo. Kush janë?
Kam pëlqen shumë Shakira, së di. Okej. Më pëlqen shumë, kam shumë këngë tjera, së di. E imiton në një qikë Shakira në shumë? Po, imitoj. Po, Pse, për atë Billy Dance? po, më pëlqen shumë. Pra të pëlqen më E kam fiksim. Vetëm ajo të pëlqen kush janë këngëtarët? Nuk është se kam në këngëtarë të preferuar, më pëlqen në shqiptar, po s'është se kam në një, domethënë, Me këtë doje të bëje këngë këto në Shqipëri? Përveç ka mos Kozelit që okej, është në vërtet kompozitor shumë i mirë. se di nuk e kam menduar, domethënë këtu në Shqipëri, tani po A realizoj. mos mendon më shumë për videoklipin ti goce? Jo, s'është mendoj vetëm për videoklipin. Ja, s'është mendoj shumë, domethënë për videoklipin, tjetë edhe kënga normalisht se po nuk e pëlqen këngën, videoklipin mund dalë thjesht mund nxjerr pamjen time, kënga Shiko, mund të jetë minus për mua. ne ishim bashkë dje, Pa. kur ti the që basi më tregove këngën më të fundit që ke bërë po më dhënë siklet me Kozelin, me Mozin, thoshe që nuk më pëlqen fare si janë veshur aty. Tani, nuk më pëlqen fare vetja aty, se ne po diskutonim se si kishe ti sa më mirë e prezentuar në programin tim. Pse nuk të pëlqen vetja aty? Ai është klipi fundit, atëherë nëse ty të pëlqen vetja te klipi fundit, ku do të pëlqej? Apo si e fare kënaqur Te me klipi vetja? fundit, tani për veshjen jam shumë ndryshme, domethënë nuk është se, domethënë veshjen e ka bërë Joni Peçi, se është shumë i njohur. Edhe ty s'të pëlqen kur të Jo, veshën e Peçi? s'm pëlqen. Domethënë nuk se di, domethënë aty nuk dola fiks, domethënë ashtu si jam, s'ka lidhje domethënë kënga, ndoshta edhe klipi nuk jam. Si planove ta bësh, pastaj e lije, thoshë nuk më pëlqen? Jo, me jasë se zopën që këngë, domethënë veshja nuk është se e ndjeja shumë vetveten. Se kështu, domethënë këtu në Shqipëri e kam pak problem, domethënë të ambientom shumë me veshjen, me këngën, me kompozitorin, e kam jo pak Këtu në Shqipëri pse jashtë si është? Më ndryshe, i thua, dua këtë, edhe si intereson, dhe bën këto, e paguan lekët, ciao. Më thonë, për tjetë në Shqipëri, pak me komplikime, jo të këshu, jo shumë, nuk është se ma mbushin mendjen mua, po shumë Do me ndryshe. thënë bëri Joni Peçi si deshja ai, jo si që deshe ti? Ja, sërse bëri ai si që të shja i, pa dhe mendimi im, po nuk është se dola shumë. Unë nuk e di që mund të shkosh kënjë stilisti ashtetit edhe ti thua dua kështu dhe ta bën si do ti. Unë e di që specialisti për atë gjë është ai, kështu që e bën ai si çdo ai, apo? Ja, s'ka lidhje jo. Po kush janë këta që të bëjnë ty që të veshin ty ashtetit? Apo nuk janë kështu? Ja shtetit, do më thonë, vishën vetë. Se di, do më thonë, Po që ti të që të po veshin bukur të kanë jetën e përditshme, shumë vetëm thonë, më bukur të kanë jetën e përditshme sa kur del televizor. Ose, se ti kam pas parajgjykim më Se thonë. jo, unë të pash te telekamera para se të fillonim intervistën, duke shumë bukur taj televizori kamerës time. Shumë mirë bukur se të pash, duke shumë mirë. Mos jenë që kështu që e ke mendjen ke kompleksa? Komplekse, ja, kam, Një qik. kam pak, po. Mirë. Tash ti, se duhet të kthehesh në një objekt kaq të rëndësishëm kështu mediash, që një të dashur që e ka pasur një këngëtare tani e ke ti ose e ke pasur ti? Ku qëndron problemi këtu, thot ajo? Problemi. Se mediat kanë shkruar shumë për këtë. Mos e bëni çik vetë ju këtë punë, kështu që të dilni në për Ja, të për gazeta. gocën nuk e njoh. Po, vazhdo ti dhe pica jote, mund të kaloni, ha? Atë, ja, nuk e njoh, nuk është se kam, ndoshta jo, ose dikush tjetër mund, do më thonë, mund ketë pasur këtë shkuptime, jo. Nuk e njeh kë atë Jessica? Jo, Se një fare? e njoh. Thjesht si, do më thonë, e kam parë në ca portale, jo, se njoh. Se një fare personalisht apo se një fare si këngëtare kështu? Jo, se njoh fare si këngëtare. Po është e vërtet që ai djali që ke ti ka qenë ai që ka pasur ajo? Kështu kanë thonë, se di. Po mira, ai s'ka thënë që vetë. Jo, ati si intereson. Që ka qenë me namuza, ai nuk rrit thotë dëgjoj kompas këtë kompas atë, nuk Jo, ja fare s'është. këtë gjëra. Bravo i qoftë. Mirë, tani je në këtë lidhje me një mashkull. Ta, Tani kjo do të thotë që ti je biseksuale? për momentin dashur jam një Google? mashkull. Biseksuale jam. Apo ajo ishte një ndjenjë dhe e kishe për një femër dhe tani ke një ndjenjë që e ke për këtë Ta, djalë? këti, Po ashtu. si është, sepse unë nuk e imagjinoj do të kem një ndjenjë për një femër prandaj. Dhe më ngacmon kjo gjëja. Vetë fjala biseksuale, Ai tregon këtë a gjë. tregon. Po pra, po si ka ndodhur? Do të thënë ti ke pasur këtë lidhje me këtë femrën dhe pastaj E njoha këtë qunë, dhe më qeu. kaq dy lidhje ke pasur, me një me atë gozën, me një me këtë çunin.
Jam, dy lidhje. Batashima. Dy lidhje, ose jam gosë shtëpi. Nuk e gosë për shtëpi, ja? Nëse s'do t'i them gjitha në emision. Ja, mirë, sa gjëra na thuaj? Sa ke pasur mirë? 24, ja. Mua më pëlqen që ti e thua që ke pasur historitë e tua, se nuk ka... Nuk qëndron atë sekundi për ndoshta pak më shumë se ty. Pak më shumë se mua. E di që do thonë ato që do shohin emision. Këto të dyja lanë kokrën e natit, tregojnë ato të dashur që kanë pasur, e kupton? Edhe kjo nuk është gjë e mirë, se neve shqiptarët nuk e pranojmë kështu, duhet të mos t'i themi, që kemi pasur të dashur. Të bëjmë si të virgjëra, të thamë, jo, s'kam të dashur, jo, single. Ishte duke parë një emision të Çani, ishte një këngëtar, këngëtar shumë e njohur, bile më bëri përshtypje. Ja, do të thosh emrin ti tash mua, se derisa me emra këtu, ke emisioni im janë gjëra të sheshit. Unë kam një tip, kam një gjë ndoshta këtu në Shqipëri, se jashtë nuk e kam problem, quhet e dobot. Më thënë se jam shumë e sinqert, e dobët në kuptimin e fjallës që... Nga që i thua që e sinqerisht. Dhe sinceriteti duke të merret për dobësi, thua ti. Po, këtu po. Tha, jo, unë nuk kam të dashur. Po, bile sa... Masa s'ka pasur vërtet të dashur? Apo nuk ishte pas në njëra, jo? Jo, s'kam pasur asë njërë. Kush është kjo, me? Hajde ma thyke veshë se e theme. Ja. O një afro. Zemra, e mirë është kjo gëzuar. Dhe që këngëtare njohura, jo? Po. Në personi mala e me. E gjitha me? Jo? Nuk e gjitha? Fala. Përse se piva këtë se në autove fare. E para në autove se e kinge, e dyta në autove se e lesbike, do të thonë një biseksuale, se nuk e lesbike, gjërsa... Kështu. Tani, ajo është lidhja e vetme që ke pasur me një femër? Jo, s'është lidhja e vetme. Ashtu, a? Jo. Po me në qovë se neve të dyja tani, rastësisht na do puna, do ikim në një udhëtim edhe marrim një dhomë të dyja me qenë se... Pse të hargjojmë të marrim 2 dhoma hoteli, marrim një të dyja? Hyp si për ti mua? Mos më si për të kam frikë. Zemra, janë me dëshirë gjonët. Jo, unë kam frikë nga... Femrat? Jo, kështu nga lesbikët ose nga biseksualet, jo frikë në kuptimin Çdo gjë është me dëshirë. Jo, nga kjo është një gjë që unë nuk e bëj dot, më pëlqejnë meshkujt, më kanë pëlqyer gjithmonë ata. Edhe kështu, se imagjinoj dot se si mund të jetë të pëlqesh një femër ose të bësh ashtu gjërash me femër. Dhe nga kjo është një gjë që nuk e imagjinoj dot, duket sikur është më fortë se mua, dhe unë ndjej me dobët aty, e kuptove në çfarë? Është edhe ndjen, është dhe eksperiencë shumë e bukur. Është eksperiencë e bukur, a? Pa, shumë. Është më mirë me femër apo me mashkull? Me femër. Flas seksi. E kam fjalën për seksin, jo. Me femër. Po pse, nga që femrat ja dy njëra tjetrës kështu? Po. Kjo është arsye? Po. Po më tregonin që se po i them gjitha unë edhe se kam idenë e marrë me mend. Pse është? Për këto që... Çfarë e bën më të veçantë marrëdhënien seksuale me një femër më shumë se me një mashkull? Çfarë bën? Si dhe me femër, thash, është më mirë. E zeza, unë nuk do thoj kur me ty, unë nuk do fle kur në një dhomë me ty. Dëgjoj. Po kjo gjëja që në përgjithësi homoseksualizmi njerëzit e pranojnë më shumë midis dy femrave se midis dy meshkujve. Pse ndodh kjo? Si mendon? Se di, unë mendoj se është më mirë me dy femra sa me dy meshkuj. Po ku e di ti si janë dy meshkuj? Ti se ke provuar? Jo, s'kam provuar. Do të thonë të jenë dy meshkuj bashkë? Se di. Të pëlqen, si dakord? Ja, s'jam dakord. Po pse si dakord? Pse dy femra e dakord dhe dy meshkuj? Nuk e di, nuk jam dakord. Nuk më duket në gjë kështu. Mirë, kalojmë edhe një herë te muzika tani, megjithëse ti Pa. s'më fole shumë për muzikën. Më fol pak për muzikën tënde. Atë për sa i përket këngës, kam që në moshën 16 vjeçë, jam marrë shumë evenimente, koncerte live, konkurrime, do të thonë konkurrim këngë. Aty kam vazhduar, do të thonë nga Shqipëria, kam dalë jashtë, do të thonë kam vazhduar me muzikë live. Mora pjesë, do të thonë një eveniment live, dhe nuk është se nuk kisha provuar ndonjëherë live, po do të thonë më ftoi një menaxher. Edhe unë ndjeva shumë mirë aty, Kush ishte pëlqeu. koncerti ishte kjo? Ishte një eveniment, koncert, kështu ishte tip, kishte popullore, ballkanike, do të thonë ashtu këngë. Edhe atu, do më thonë, lidha me një menaxher. Sa vjeç që ke qenë atë? 17. Okej. Ti je 24 tani, kështu që janë gati sa është?
8 vjet. 8 vjet, po. Aty vazhdova, Si domethënë, mirë në matematikë shumë. muzikë në son. Shtë duhet matematika të një dalgu, shiko muzikën ti. Aty vazhdova, domethënë, në lidhjet, kontaktet, u riktheva, domethënë, u ktheva në Maqedoni, se pata një ofertë, aty vazhdova, domethënë, klipin, ndërkohë kam bërë 2 klipe aty. Domethënë që klipet janë të sponsorizuar, nuk sepse i kisha ofertë, domethënë, nga Pa? producenti, domethënë Zati në Ohër. I bëre të lefa të flokët. Si kam bukur. I ke shumë mirë. Po të kish kapele ndoshta si ke mirë. Tani i ke shumë mirë. Ja, si jam shumë mirë, kështu mos. Dëgjoj. Këto janë extension, nuk janë flokët e tua. Tash unë ta nxora bojën, ta thash. Ta, pse extension duke ndonë? Jo, nuk duken që janë extension, po do ta them. Po këto. Dhe floku yt O është zemra mos mi udh, po është 1000 euro, zemra. është 1000 euro extension, po prap extension është. Extension, pa, e pranoj, extension. Jo, mua më erdhi keq sepse pashi floku jot ishte i shkurtër E shumë. kam të shkurtër. E ke kështu, dëmtuar? deri këtu. Ta. Të dëmtuar, pse çfarë ke Jo, bërë? s'është ndër. Na jep një ato patate të çuni. Ha? I dua vallaj. Është dëmtuar, bjonde, natyrale, Po gjë kush kështu. ka sap ke vajtur që të ka dëmtuar flokën? Kam vajt shumë vende kështu. Ke për shumë gabim. Jashtë shtetit besoj që nuk ta bëjnë këtë që të prishin Edhe ta flokën. bëj. Ta bëjnë, ë? Po, edhe ta Po vetë që janë këta jashtë shtetit sa kështu të papërgjithshëm, si gjasmë jashtë shtetit, oh shit chick. Ja. Ja, ta bëjnë, edhe ta bëjnë. Ta bëjnë. Mirë. Po flisim për këngën. Pa. Ate për sa i përket këngës, domethënë mbarova këto, domethënë 2 videoklipe që i bërë në Maqedoni. Pa? Edhe u riktheva në Shqipëri, se domethënë ashtu u riktheva këtu për të ndetë, jo për të marrë me muzikë. Edhe po bëja domethënë bisedë me një shok tim, thamë se merr mundimin aty këtu në Shqipëri, se këtu televizioni jo do të dalësh bukur një femër kështu si ty, se je kështu e vërtet. E sinqert, dhe më të dalë shumë bukur. Edhe pse jo, e provova. Do më thonë, bëra klipin ke Max Production, të kompozitorë që tha është sa më parë. Më ke vënë si pompën siklet. Kisha sukses, kisha. Jo, si e ka tekstin kënga pompën siklet? Se titullin e ka çuditshëm. Ti nuk dukesh gocë nga ato që vjesh në siklet kollaj. Ja. Për shembull, do vjesha shumë siklet nëse ti do më propozoje që ne të flinim bashkë. Kurse ti nuk do vjeshe fare në siklet, nëse unë do të thosha flim bashkë. Sa frikë edhe ti, o zoti ma. Ja, e tregova dhe unë, se më mbajnë kështu për gocë trime, e tregova dhe unë frikën time të madhe. Është po më gjujti në i femër, po më kapi me zorë në i femër, kam frikë. Teksti është bërë nga një kompozitor i Mensur Kadriu, nga Shkupi. Po çfarë thon fjalët e këngës? Unë jam veç Kryesisht tematika e këngës, kush është? unë jam veç një femër, unë kam një emër, s'dija e ke ti. Ta kuptova lojen, ta shti mbyllë e gojën, s'dua më që di. Kjo është dhe refreni. Po ta ngrëllik ati, nuk po e vën siklet fare. Po ta ngrëllik jo, Po gjërsa i thua i ka ndej. Se ka në lidhje, dhe më thonë, me mua, se është thjesht tekst, është bërë nga i kompozitor. Nëse ti thua i ka ndej, do të thotë që ti nuk të vën sikleta ai, se je ti nona e muhabetit. Tash ti, ajo që duhet të kuptoj unë është kjo. Ku është pjesa që të vën sikleta i ty? Dhe me thonë, ç'lidhje ka me titullin po më vën siklet? Me titullin po më vën siklet. Ku është pjesa që thua po më vën siklet ke kënga? S'të kujtohet? Dali një që. Mojti është kënga jote. 2 këngët e tjera që i ke dhe më përpara se kjo, se kjo është kënga fundit, ato do i kesh harruar fare ato. Jo, se kam harruar ato. Dhe më thonë, kënga kesh, dhe më thonë... Shumë bjonde ja ty me ca flokë Po, bjonde e platinuar, po. Më pëlqeu. As mua së më pëlqeu. Kush ti ka bërë të flokë ashtu me? Aty ka kanë qënë në me vjeqe. Ke qenë shumë e vogël, prandaj. Vogël. Edhe atër ishte stili gërshetave, bjonde platinuar ishte stili atër. Mirë, dakor. Kënga tjetër? Kënga tjetër është shumë kilometra. Ajo është, edhe ajo ishte kështu që ti thosha ti edhe të unë, po është, dhe më thonë, flet për një histori, dhe më thonë një mashkull, një femër, e femër është largë mashkullet. Po. Mund t'na i vendosësh këtu në qoftë se s'ka problem për ty që... Shife se unë të mbaj me të mjëra ke emisionim. Apo nuk hati Gugu? Jo, zëmës. Si, nuk hati fare? Hajnë, zemra po, s'ka më reksa. Me gjithë do t'a hamë, se shife se asa gentile është ky lokali, na solli gjithë gjërat mjëra. Po. Qa po thoshem se, shiko, po e bëjmë të intervistën edhe është ora
14:24, 2:30 gati e drekës dhe unë po vdes për një rënd. Duket sikur flet për këngët e tua pa ndonjë pasion të madh. Jo, s'po flas me pasion, po flas. Unë të pyeta në fillim të intervistës, suksesi apo kënga? Dhe ajo që po kuptoj është që për ty më rëndësishëm është suksesi se sa kënga. Të dyja janë jo dhe kënga, të dyja janë për mua, do të thënë po. Kënga po nuk pat sukses, do të thënë nuk mund të dëgjohet suksesi, po pa këngë nuk do të thënë nuk asnjëna nuk është pa njëna tjetrën. E kuptoj. E dashur Gugu, kush është ëndra jote më e madhe? Ëndra ime më e Pa. madhe. Se di kam shumë. Thuaj disa nga ato që ke. Ëndra ime. Të isha mashkull. Do dohet të ishe mashkull? Si do dohet të ishe mashkull? Të isha për zbër gocave. Ti kishe bërë zbor gocave? Ti je maskiliste? Me këtë tip, pse do kisha pas qef shumë. Mendon që gocat janë më të qerë se meshkujt janë më të mirë? Meshkuj? Do të thënë bota mashkullore është më e mirë se sa? Edhe. Mos ndoshta kjo të bën ty biseksuale, fakti që ndihesh pak mashkull brenda teje? Dhe kam seriozisht tani. Jo. Ti ndihesh femër apo mashkull? Normalisht që femër së shikon. Jo, po do të thënë ajo që ti ishe mashkull, do dohet vetëm që ti ishte një dëshirë apo ke edhe këtë ndjesinë e brendshme? Që thon ato hormonet. Po, është edhe ajo. Është edhe ajo? Po. S'do duhet i bëjë zbor femrave. Pse ke këtë lloj si inati për femrat? Jo, s'është kam inat. Mos ka gjë. Inat. Edhe unë mendoj që meshkujt janë më të mirë se femrat. Se një, unë thash do kisha qenë mashkull. Po nuk është ëndër e vogël kjo, është ëndër e çuditshme e Pa, madhe. që di shumë. Sëri. Po ëndrat të tjera kush janë? Ëndërron ti? Mendon ti për shembull që apo s'mendon fare? Jo, s'është mendoj. S'është mendoj gjërat që kam dashur në jetë, po thoj se më janë realizu. Kështu që s'ke nevojë të mendosh Jo. fare. Ke dashur të bësh cicat? I ke bërë cicat. Ke dashur të bësh e famshme? Po bëhesh. Në fotografi del bukur ti? Del shumë bukur. Edhe live pse si jam e Për bukur. të vesh pa. Për pritra se unë e thash që në fillim të emisionit këtë, për të qenë trupin e ke shumë të mirë të ç'të duhet ty të mendohesh e dashur. Jo, Le më të duhet. mendojnë të tjerët. Jam shumë nevrike, Je në Afrika? shumë fare. Rrefti, rref? Po. Ç'është kjo mani që të rriesh me femrat? Pse? Ti ngre nervat, ë? Po Ngre. t'je ndonjëherë ti kapësh shumë. Ti shkallafisësh nga flokët, ë? E di pse për çfarë lloj arsye jam shumë e drejtë. Pa. Ju urrej pa drejtësirat. Tani, Gugu, kjo bota e femrave kështu me këtë pjesën e tangrurikut, ty të shqetëson, ë? Më shqetëson. Me ç'po kuptoj unë? Kur ka bëj lidhje me mua, domethënë më shqetëson, jo, nuk jam tip, domethënë, sërse kam shumë shoqëri ose shoqe, nuk jam tipi afrushëm. Nuk është se jam mendje madhe, thjesht kur nuk e dua dikë, nuk e dua dhe nuk është se e largoj vetë, nuk si jap, domethënë, nuk kam domethënë muhabet ose e largoj domethënë nga vetja. Megjithatë ti qeshe dhe kur thash të rref ti the po të rraf. Po, Një qeve ta bën kur më ngre nervat, po. Të vësh dorë nuk është gjë e mirë, të vësh dorë. Di tjetrin. S'është e mirë, po kur e kërkon. Mos ndoshta nuk je aft me fjalë ti prandaj ja fut me Jo, s'ka lidhje fjalë, po sa varet. tjetrit mund t'ja është një përgjigje kështu edhe e ke bërë të A, dikur. zemra se s'do me fal shumë nga televizion, kush e ka propos ka gjë, e di. Kush i di nervat e mia. Kuptova. Gugu, ke mbritur drejt fundit të intervistës. Çfarë do doje ti të thoshe, përfiton nga programi im, të gjithë atyre që të ndjekin, duke filluar. Të gjithë atyre që shkruajnë edhe gjërash për ty nëpër gazeta, të gjithë atyre që të kanë qef, të gjithë atyre që të shajnë. Pra ti mendo që ke në kamerat, e ka kamera atje, një publik shumë të gjerë, që ty të ndjek. Po. Dhe të gjitha ato që të doje ti të shpreje, qoftë mlefe, qoftë falenderime, ja ku e ka kamerën, për ta mbyllur sa më bukur këtë program, sot që nuk kënaqa me ty duke bërë. Edhe unë kënaqja me ty atë për sa i përket publikut jam shumë e kënaqur, domethënë edhe shumë e vlerësuar, pavarësisht domethënë armiqve, mikëve, prap i dua të gjithë. Edhe ato që do rrafësh prap kur do ta bëjmë borxh. Kjo ishte Gugu e çmendur e tmerrshme dhe ky ishte programi im për sot. Shifemi tek ai radhës, Gugu.
Po ja një qik shumë. Ah, bravo. Ajë të push një qik faqen, se kam frikë më shumë. Se jo busa? Jo, kam frikë. Pafshim.